nënkupton modernizimin e saj. Dhe e fundit dhe më rëndësishmja, nënkupton përpunimin e vizionit të kësaj partije, në këto shtylla, Partia Demokratike do të arrijë atë transformim të domosdoshëm për përmbushur një mision historik të saj. Dhe misioni historik i Partisë Demokratike është rikthimi i votës lirë të qytetarëve shqiptar dhe rikthimi i Partisë Demokratike në pushtet. Në të gjithë këto përpjekje, ne synojmë të angazhojmë, të mobilizojmë çdo potencial për përmbushje